Policia e Shkodrës ka finalizuar operacionin e koduar Gaminator, duke goditur një tjetër rast të aktivitetit të paligjshëm të lërave të fatit në Fusharës. Gjatë kontrolleve të ushtruara nga strukturat e hetimeve të krimit ekonomik dhe financiar në bashkëpunim me shërbimet e policisë së Pukës, u zbulua një lokal ku organizoheshin lojra fati në kundërshtim me ligjin. Si rezultat i operacionit u arrestua në flagrancë shtetasi PP 30 vjeç, pronari i lokalet, ndërkohë janë shpallur në kërkim 2 persona të tjerë, IT 30 vjeç dhe GP 39 vjeç, të dyshuar si organizator të kësaj veprimtarie. Gjatë kontrollit në ambientet e lokalit, policia sekuestroi 2 makineta, një pajisje kompjuterike, një celular si dhe një shumë prej 140.000 lekësh, që dyshohet se janë përfituar nga aktiviteti i paligjshëm. Policia bën me dije se vijon puna për kapjen e personave në kërkim dhe për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale, ndërsa materialet janë referuar prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.